Beskallaku ka rikthyer vëmendjen te jeta e tij private pas një fotografie të publikuar në rrjetet sociale ku një unaz në gishtin e tij ka nxitur aludime për një fejesë ose martesë me Jonën. Në foto, aktori dhe këngëtari shfaqet duke u lutur para një kryqi, ndërsa krahas imazhit ka shkruar vetëm "Faleminderit Zot". Për postimin, ai ka zgjedhur edhe këngën Happiest Year të James Young, duke shtuar më tej kureshtjen rreth marrëdhënies së tij. Kallaku e ka bërë publike lidhjen me Jonën dhe në janar të këtij viti zbuloi një tatuazh me emrin e saj, datën 25/12/2025 dhe dedikimin "Trëndafil në kohë lufte". Në një koncert, ai ka folur me emocione për partneren, duke thënë se ajo i kishte rikthyer buzëqeshjen pas një periudhe të vështirë dhe duke i shprehur dashurinë publikisht. Megjithatë, pavarësisht fotografive të përbashkëta dhe unazës së fundit, Beskallaku dhe Jona nuk kanë konfirmuar zyrtarisht as fejesën as martesën. Për momentin, unaza mbetet i vetmi detaj që ka nxitur këto aludime.